gjë të cilën nuk po e bën tash dhe nuk do të mund ta bëjnë as pas zgjedhjeve të ardhshme nëse marrin qasje të njëjta. A mund të ketë një rifreskim politik që do ta ndryshonte këtë qëndrim vend numëror partive politike për të mos pasur as bisedime apo ndryshime ashtu sikur ju e thoni për të risjell në një farforme atë që duhet jetë ndryshimi, pa mbajtur zgjedhje apo pa shkuar në procese të përsëritura. Dhe kur i referohem rifreskim, ka të bëj patjetër me qoftë subjekte të reja apo duke nisur nga ndryshim leadershipi, çfarë i mungon dhe i duhet? Cili do partije që do ta sjellë? Ajo që pritet cilësi do thotë në këto zgjedhje është se pas 4 prillit Vjosa Osmani do të jetë elektron i lirë në aspekt politik. Dhe ajo do të gjejë një strehë të re politike për tu angazhuar. Ajo ka paralajmëruar këtë dhe tani më ka spekulime të cilat mund të quhen edhe bukur të bazuara edhe në informacione, se ka një dialog të saj me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila është subjekti nga i cili doli tek vetvendosja. Dhe nëse ajo do të provoj ndonjë mobilizim të ri shoqëror, të shoqërisë civile, të aktorëve të cilët nuk janë të kthyer deri tani në politikë, nuk e dim, por besoj se do të tentoj që të bëj këtë në mënyrë që të rris sa më shumë atë tabor elektoral në cilin ajo do të garojë. Dhe kjo do të jetë risia. Kjo gjithsesi nëse ka sukses, do të dëmtojë një çik lëvizjen vetvendosje, duke marrë nga elektorat i 28 dhjetorit një copë të atij elektoratit dhe duke mbartur me veti në LDK, Vjosa Osmani. Po i referoheni listës Guxo pra në këtë rast, apo? Jo domosdoshmërisht, po i referohem konstituencës të cilën e barti Vjosa Osmani në LDK në vetvendosje përmes listës Guxo. Sepse ta themi të drejtën, lista Guxo nuk është ndonjë organizatë e madhe dhe organizatë e fortë. Ishte më shumë një organizim që legitimon të ekzistencën e Vjosa Osmanit. Dhe si të tillë tash ajo mund të mos ta merr listën Guxo strukturalisht, por do ta merr atë mendësi që ka votuar për të në lëvizjen vetvendosje. Sa do të jetë kjo, nuk besoj që do të jetë shifër enorme, e madhe, por do të ketë një peshë sepse e kemi parë që edhe lëvizja vetvendosje dhe Lidhja Demokratike disi kanë hezituar të fusin veten në konflikt me Vjosa Osmanin para dështimit të zgjedhjes të presidentit, dhe kjo kanë nënkuptuar se ata kanë një ide se Vjosa Osmani ka një peshë politike. Atë peshë do ta bartë ka LDK-ja, sipas gjitha gjasave, dhe kjo do të jetë risia. Por maksimumin e votave që do të mund t'i shohim duke kaluar në LDK, nuk pres që lëvizja vetvendosje të bie në numrin prej 40 deputet, i cili do të jetë i domosdoshëm për zgjedhjen e presidentit si vendim të parë. Pra, nuk kemi zgjidhje ngërçi në situatën